Në zonën e Lungomares, në vendin e njohur nga banorët si Pusi Naftës, ndodhet dalje natyrore e prenjve që vijnë nga kanina dhe përfundojnë në det. Teorikisht këto prurje duhet ishin ujëra të pastra, por ndërhyrjet e paligjshme dhe papërgjegjshmëria e individëve ka transformuar këtë dalje natyrore në një pikë ndotje serioze. Ndërtimet pa leje dhe qytetarët që nuk respektojnë rregullat kanë lidhur kanalizimet e ujërave të zeza me sistemin e prenjve, duke ndotur jo vetëm mjedisin, por dhe duke krijuar shqetësim për pushuesit, qytetarët që frekuentojnë shëtitoren dhe bizneset përreth. Përballë kësaj situate të përsëritur Bashkia e Vlorës në bashkëpunim me ndërmarrjen e ujësjelljes kanalizimeve ka vendosur të ndërhyjë me një zgjidhje teknike. Është instaluar një pompë devijuese që shmang derdhjen e ujërave të ndotura në det, duke i orientuar ato drejt kolektorit kryesor të qytetit. Ndodhemi tek zona e quajtur Ish Pusi i Naftës në Lungomare, ku ndërmarrja e ujësjelljes së bashku me Bashkinë e Vlorës janë duke ndërtuar një bypass për të disiplinuar rrjedhjen e ujërave në det, duke zgjidhur kështu një problem 10 vjeçar në ndotjen ambientale. Kjo është vetëm një nga ndërhyrjet e shumta të planifikuara nga Bashkia e Vlorës për të përmirësuar cilësinë e mjedisit në zona turistike. Synimi të garantohen kushte sa më dinjitoze për pushuesit, të ruhet estetika urbane dhe të parandalohet ndotja e mëtejshme e vijës bregdetare.